Tregu i sigurimeve në vend ka vazhduar të rritet gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2026, e cila tregon për një zhvillim të qëndrueshëm si në të ardhura ashtu edhe në aktivitet. Megjithatë, duket se po vijnë re disa ndryshime të rëndësishme, sidomos në sigurimet e makinave, të cilat po ndikojnë mënyrën se si përcaktohen çmimet e sigurimit. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, kompanitë e sigurimeve kanë mbledhur rreth 5.93 miliardë lek nga primet e shkruara bruto, ndërsa dëmet që kanë paguar kanë arritur në 2.14 miliardë lek. Kjo tregon se jo vetëm që janë rritur kontratat e sigurimit, por edhe rastet kur qytetarët kanë kërkuar dëmshpërblim. Një zhvillim i rëndësishëm lidhet me sigurimet e makinave, të cilat vijojnë të jenë pjesa më e madhe e tregut. Për herë të parë, çmimi mesatar i sigurimit të detyrueshëm të makinës ka pësuar një ulje të lehtë. Kjo nuk lidhet me ulje kërkese, por me një mënyrë të re llogaritjeje të riskut. Tani më, çmimi i sigurimit po varet më shumë nga historiku i drejtuesit. Ata që nuk kanë pasur aksidente paguajnë më pak, ndërsa ata që kanë pasur dëme paguajnë më shumë. Kjo gjë synon të bëjë sistemin më të drejtë dhe më të personalizuar. Edhe pse çmimet mesatare kanë rënë pak, sigurimet e makinave mbeten pjesa kryesore e tregut të sigurimeve jo jetë. Ato zën shumicën e tregut dhe vazhdojnë të rriten si në të ardhura, ashtu edhe në dëmet të paguara. Në përgjithësi, tregu i sigurimeve në vend po mbetet i dominuar nga sigurimet jo jetë, ndërsa edhe sigurimet e jetës dhe ato vullnetare kanë pasur rritje. Këto ndryshime në mënyrën e vlerësimit të riskut shihen si një hap drejt modernizimit të tregut dhe afrimit me praktikat europiane, duke lidhur më ngushtë sjelljen e shoferëve me koston e sigurimit.